Mirëmbrëma, zoja dhe zotni. Para 2-3 muajsh dolin dritë një vepër e vlefshme historike që në aspektin e përgjithshëm lidhet drejt për drejti me sakrificat shekullore të dyrëve adhetare shqiptare të Kosovës në veçanti dhe të popullit shqiptar në përgjithësi, në këtë rast me sakrificat e një dere të njoftun të Malcis Gjakovës. Prandaj sonte është vendi dhe rasti përshtatshëm që ju njoftoj këtu se dolin e dritë Binakalia dhe Brezat Pasti i autorit mirënjoftun Muhamet Mjeku. Për derën e njoftun të Binakalis të Mullosmanajve dhe rolin e saj luftarak kombëtar tradicional e kanonor, kanë shkruar penat njoftuna, por ky botim është vepër e trajtimit më të përgjithshëm dhe gjithanshëm, dhe vëllimi më i studiuar deri më sot për Binakalin, derën e tij dhe Brezat Pasti. Sa i përket në mërgim, familja Mullosmanaj në New York, për afër gjysmë shekullin këtë vend, nuk bani më të vogël një lëshim ndaj pikpamjeve të veta adhetare politike, i najti besnik nacionalizmit shqiptar dhe kauzës kombëtare, bani çdo sakrificë dhe nuk përsye asgjë në luftë kundër komunizmit, mori pjesë në çdo demonstrat dhe aktivitet kombëtar për çështjet Kosovës, dha ndihmat e pakursyeshme ekonomike në çdo aktivitet të komunitetit tonë. Kjo familje edhe në mërgim, Shqipnin e mori me vete. Këtu midis nesh kemi zotin Muslim Mullosmanaj, shtyllën e kësaj familje, në mërgim veprimtaria të cilit është e njoftune. Prandaj edhe një dur trokitje për të. Për nder dhe respekt të Binakalis, figure njoftune historike dhe pasardhësve të tij, familja Mullosmanaj dhe të Malcis Gjakovës, Heri Bajraktari, biznismen dhe veprimtari i njoftun i komunitetit shqiptar-amerikan dhe themeluesi i gazetës Iliria, u adhuroi këtë botim kësaj familje dhe të gjithë lexuesve në shenjë falënderimi për kontributin e dhënur në shërbim të kombit dhe të ardhëut tash 200 vjet. Edhe për zotin Bajraktari një dur trokitje ju ditem. Është i pranishëm edhe autori i librit Muhamet Mjeku, edhe një dur trokitje për zotin Mjeku. Në këtë rast, nga ana ime, për diplomatët e Kosovës dhe të Shqipërisë, gëzuhet pavarësia e Kosovës. Për popullin shqiptar të Kosovës rënohet Shqipnia etnike. Ju faleminderit. Libri është në fund të sallës. Tani, zoja zotni, të dëgjojmë 2-3 fjalë për Muslim Mullosmanit. Ku është Muslim? Faleminderit shumë e dëgjama. Zondi kryetari i Vatrës, Dr. Buçaj, të nderuar ambasador, të nderuar vatran, kënë e morë në Amerikë, kandidat që ka morë pjesë tu. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj gjithëve pavarësinë e Kosovës. Premtoft Zoti e kjo tjenë pavarësia prejshme, edhe me një shtim me Shqipninë etnike të bashkuar. E thëmë këto se ka dhe koha, me që të qeveri që boboj fandërshimi, boboj bashkim kombëtar, ka dhe koha, shka të kërkojmë na, Zotis i pjenë, se shka kom kërko unë e që ma puni Zotit. Që shka kom parë gëdhën tash ma puni Zotit, me konë tonë bashka. Ju falenderoj shumë, Zoti kryetar, bashkë me vatran e me organizat jujt që keni batë mundën që në mes këti celebrimi, kjo celebrim kombëtar. Pse?
gjitha të tërë shqiptare sonte është të ju festiju këtë ditë. Dhe atë rastin këtë ditë që të shpallet libri i Binakalisit i sërgjyshit tim. Vonë ja banë këta punë, mirë po komunizit s'ka ba vonë me jekë 5-6 mijë shqiptarë, me u për dhe vore se s'di këtë. Kështu si ju falenderojmë shumë. Falenderoj drejt Lamin, falenderoj gjithë pjesëmarrësit, e urime. Arrova një dhe gjithë. Nga bja dhe se ka se, ka pak edhe konë së përmeni. Reja. Falenderoj Hajdar Bayraktarin, i cili e bani të mundshëm këtë lujtë, këtë liber që dalë në emër familjes tonë. Falenderoj Muhamet Bekin, i cili ka punuar shumë për mbi që i në dritë këtë ditë. Ju falenderoj shumë e Zoti ju nderoftë. Faleminderit dhe kështu qofshi bashkë gjithmonë me vatër. Sponsorizuar nga i nderuar i komunitetit Zoti Hari Bayraktari, libra do t'ju dhurohen ndoshta në fund të këtij takimi nga Zoti Marian Cubi, pak më tutje. Faleminderit. Shtis Binakalist dhe Hari Bayraktari, geografitje, duket se një të dëvërete. O madhe dhe Shqipërisë, e jo lisë të gjatë, fushën e gjera me lule, që u kanë të rëndi.